dhe ka plagosur rënd të atin. Duke lënë pas një ngjarje të cilën ditën e diel, pra ka ndodhur edhe një rast tjetër të jeti rënd ku babai dhe djali humbën jetën, pra dhe një tjetër mbeti plagosur. Kalojmë te një lajm tjetër i cili është tejet i rënd, ku djali dhe ka vrarë nënën dhe ka plagosur rënd të atin, pra një ngjarje e rënd ka tronditur mbrëm Lushnjën, pra teksa raportohet, pra është një krim në familje, ku një 45 vjeçar i cili dyshohet të jetë pra me probleme të shëndetit mendor, ka vrarë duke e goditur me sqepar nënën e tij. Kjo e bën edhe më të trisht rastin në mënyra me sqepar. Çfarë është sqepara? Sqepari është si punë sëpate, por pak më e vogël se sëpata. Shtetasen, pra nëna e tij është me iniciale FD, 80 vjeçë dhe ka plagosur rënd babain e tij shtetasin me HD, 77 vjeç, i cili pra është ndodhet pra nën kujdesin e mjekëve dhe pas ngjarjes 45 vjeçari është larguar në drejtim të paditur edhe forcat e policisë patjetër janë vënë në ndjekje të tij derisa edhe është lokalizuar edhe arrestuar pra 45 vjeçari i cili edhe ka kryer këtë akt të rënd. Pra ky akt i rënd ka ndodhur pra në banesën e tyre, pra detajet e tjera për sa i përket kësaj ngjarje të cilat kanë dalur, që ngjarja ka ndodhur në banesën e tyre, por nuk dihet se nga ka ardhur ky konflikt i cili edhe ka çuar në akt makabre, në vrasjen pra edhe të nënës së tij edhe babai. Duke marrë parasysh edhe problemet mendore, po duke qenë se shteti duhet vënë në lëvizje edhe persona të cilat natyrisht kanë probleme të shëndetit mendor, duhet të kurohen edhe duhet të jenë në kujdesin e mjekëve të cilët edhe atyre të cilët edhe bëjnë punën e tyre edhe duhen që të jenë edhe mos të kemi edhe situata të tilla. Faktikisht raste shumë të rënda. Këto raste po na trondisin edhe çdo ditë edhe këto 3 ditë kemi pasur raste të një pas një sa në Kosovë, sa në Shqipëri. Edhe duke mos harruar, pra duke mos e lënë pas faktikisht edhe rastin e ditës së djeshme ku 25 vjeçarja u vra nga bashkëshorti. Sigurisht për këto vrasje, për këto lloj fenomene, mënyrën ligjore, mënyrën e trajtimit edhe shoqëror do të flasim pas pak edhe në një të rrjedhës diskutimi. Ku do flasim më gjerë edhe më gjatë për sa i përket ku po çalojmë si shoqëri edhe çfarë po ndodh edhe ku është shteti dhe se sa po bën shteti dhe gjithë këto do flasim pra në pjesën e dytë të emisionit. Ndërkohë në Shqipëri